Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Kosovë, do të flasim për situatën politike pas dështimit të 4 seancave për të zgjedhur kryetarin e ri të kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Të ftuar sot kemi zotin Xhavit Haliti, një nga personalitetet e PDK-s dhe jo vetëm, simboli i kësaj partie me 7 mandate, me mjaft poste të mbajtura dhe detyra të rëndësishme. Zoti Haliti, përshëndetje dhe faleminderit. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Zoti Haliti, kush duhet lëshoj penë në këtë situatë, si dilet nga gërçi? Tani unë mendoj që nuk është ngërç, është një betejë politike e dy palëve, të cilat kanë një projekt secili të vetin dhe personalisht mendoj që asnjëna palë nuk është e interesuar që të shkojmë në zgjedhje të reja, por secila palë është e interesuar që tjetra të lëshojë ferë dhe të fillojë ndryshimin, do të thotë ndryshimin e qendrimit. Gërç do ta quaja në qoftë se ishim në pat pozicion, por kjo që po ndodh është mbi bazën e një plani të mahershëm, do ta quaja, të cilin opozita e ka pas që të jetë e bashkuar, por me qenë se para zgjedhjeve opozita nuk gjeti gjuhë të përbashkët që të garoj e bashkuar, tani e drejta për ta zgjedhur kryetarin e kuvendit është e vetëvendosjes. Unë edhe dje thash që ekziston një mundësi që ndoshta të ketë dëshirë Albini ose vetëvendosja që të përsëriten zgjedhjet, por të përsëriten në një kohë tjetër, më thonë ta prolongoj për disa muaj fillimin e zgjedhjeve që në një mënyrë ose tjetër të bëhen zgjedhje në verë, më thonë në korrik gusht, ose në zgjedhjet që mahen zgjedhjet lokale dikun nga tetori. Nëse, por unë besoj që kërkesa e opozitës për ta ndrru kandidatin për kryetar të kuvendit është një kërkesë legjitime, do të thoja, e opozitës, por unë nuk besoj që vetëvendosja ka nxjerrë zonin Albulena Agjiu që ta djeg para opinionit ose para nuk është një provokim, nuk e ka për provokim. Unë mendoj që nuk është provokim, është një vendim i tyre dhe vendimet e partisë më të madhe, e cila ka të drejtën me propozu dhe me zgjedh kandidatin për kryetar të kuvendit, është e drejtë e tyre. Mënyra se si opozita pastaj po kërkon të ndryshohet kandidatura, të ndrojnë kandidaturën, mendoj që për vetëvendosjen është pak a shumë një qëndrim, do të thoja, s'mund të flas në emër të tyre, por do të thoja që duke pas parasysh emrin dhe pozitën që e ka pas dhe autoritetin që e ka mbrana partisë vet, dhe raportet që ka me kryetarin e partisë, nuk e besoj që do të ndrojnë me dëshirë shumë të madhe. Tani, ne po presim të vazhdojnë këto mbledhje dhe nashta është bërë dhe interesante dhe për publikun që çdo 2 ditë me pas mbledhje dhe me prit me entuziazëm të madh dhe ndoshta në qoftë se bëhet një zgjidhje e duhur ose një zgjidhje ta themi të zgjedhet kryetari i kuvendit dhe kryesia e kuvendit, atëherë mundësit janë të mëdha që propaganda tjetë janë deputetët e përgjegjshëm në zgjedhjen,